Erdha, çfarë të bësh? Gëzuar. Do merremi çik me llafe tani? Do merremi çik me llafe. Kishte bërë dasëm me bija botës. Kishte martuar çunin. Kishte marrur një nuse. Ta pish në gotë nga mëngjesi darkë. Por kjo nusja, që kishte qenë një shushunjë, ja këshu, fërc. Këto janë llafet e grave, këshim bërë këtë, këshim bërë atë. Po jo, ne s'kemi bërë këshu. Ne do të sjellim tani disa video, për shembull nga këto nuse që mundohen të bëjnë eksperimente në ditën e martesës së tyre. Duan të bëjnë vallëzime shumë interesante, duan të binë në sy tek dasmorët, duan të bëjnë spektakël dhe më në fund përfundojnë me kokën në tokë. Ka që një vjersh më përpara që unë e kam pas mësuar, thonte litari u këput, lopa ra, dhe këto nuse do me thënë njësoj, këto nuset që do t'i shikoni ju tani kanë rënë. Po çfarë kanë bërë këto? Hajde t'i shikojmë pak videot, edhe t'i komentojmë një nga kjo dhoma ka që bukur, tash të presim orën 12, ç'a të bëjmë ne të shkretet. Në 12 ora do ndrohet viti i ri, do vi viti 2026. Hajde shikojmë çik ç'a kanë bërë këto nuset. Aha, sa fustan të bukur që pas ka patur. Okej. Po mo i marrin këto fustanet pickume. Po meri me motori qik fustanin më interesant. Po le nom, edhe atë që është më interesante e ka bërë në kish, të në lanë nom. Tani nuk e di se me se e kanë mbuluar unë, po imagjinoni se sa të vështirë ka kjo nuse, tani të kthehet nga ana për të kthy, domethënë edhe po iku nga pas e shikojnë të gjithë, edhe po u kthy me bark për t'ikur nga pjesa e derës e shikojnë gjithë. E shkreta ti, çpas ke hequr, po qepi atë fustanin si duhet, mi ç'është ky fustan kështu. Le nom. Nëse të shohim videon e radhës, videon e dytë. Çfarë bën kjo? Po dul. Si thotë në TikTok, dul. I dolën këtij shkretit. Po mirë morti tani që e duke bërë që janë këto. Po që janë këto vallëzime në përbot, mi se lanë nam këto. Po që shme keqja se edhe këto tonët i keni vënu mendjen, në këto dasmat e tanishme, të këtyre viteve të tanishme, në me thëjnë bëjnë këshu vallëzime të këtila, hap këmbët, rotullohu, bën këshu. Po jo mërë zotëri se na befason, na nxjerr atë që nuk duhet treguar. Ma kthe dhe një herë të lutem këtë se ishte shumë interesante kjo. Më pëlqen se shumë me stil janë ngrisur pantollonet këti. 1, 2, aty mbahe. Dhe sa habitet tjetri. Po normalisht aq shumë sa hap këmbët ti ç'a të presësh? Se nuk të kuptoj. Po kjo ku e çon dorën, domethënë kjo ç'a do t'i mban se kuptoj. Kjo do të mban që mos bravo sa gruaja kujdesshme është. Thonë që njeriu i mirë është për ditë të vështira dhe kjo për ditë të vështira i qëndroi pranë. Në rregull, shkojmë me videon e radhës. Ua, dhe që nga ngrindur këto. Qa të bësh mërdial? Po, doli me gjithë derë. Një histori e ngjashme kështu më ka ndodhur mua para se t'ua tregoj tani para se të vazhdojmë video e radhës. Kemi ikur në Elbasan. Edhe ai zotëria sa po e kishte fshirë atë xhamin e derën, domethënë e kishte komplet xham të restorantin. Ama sa po e kishte fshirë. Dhe një familjare e imja nuk e shikon fare që është xham ajo, domethënë shkonte kështu me kokën e ngritur o zot. Dhe një të hecur, një të plasur tek ai xhami, që ju nuk e keni iden, ja si puna e këtij shuni domethënë. Tani, ai zotëria që kishte fshirë këtë dritaren, këtë derën nga xhami, nuk ju dhimbs kjo familjarja, por ju dhimbs sepse sa po e kishte fshirë xhamin. Imagjinoni ju për shembull do ngjiteni në dritar dhe fytyra kështu do vizatohet aty. E njëjta gjëja edhe ky djalë, duke u munduar që ta heqën me forcë, e nxori derën komplet. Okej, kjo nuk ishte ndonjë gjë, na ndodh shpesh, domethënë nxjerrim dyer. Shojmë videon e radhës çka ka ndodhur me nusen. Hare, po mbet nusja jashtë. Qa bën Lali? I ka rëshqitur ajo
Do me thënë ka aty një lloj ja, e shikoni, i ka reshitur ajo pëlhura në fakt ku do të ecte nusja, po mirë që ka reshitur ky, se do thyen te kokën tjetra, do bësh te nami i botës. Okej, vazhdoj me videon e radhës. Çfarë ka në këtë mes? Hami ha. Ua, iku makina. Shkoj nusja. Nusja shkoj. Dhe ka qenë makina kështu. Sigurisht e kanë lënë aty këto për ta bërë fotosesionin dhe makina o iku dhe nusja përfundoi normalisht në tokë. Okej, vazhdoj me videon e radhës. Ja tregoj që në fillim ka burra këtu, ja plasi kokën, e mblodhi me një shkelm tjetrën, edhe ja tregoj që në fillim ma kthe edhe një herë. 1, 2, 3, iku. Shkoj. Ajo mo, domethënë që në natën e parë me dhunë dhe pastaj thonë këto në përbot ne nuk i dhunojmë gratë. Si ore nuk i dhunoni, që natën e parë ja plase kokën. Po nejse ai dëshironte të bën eksperimente dhe eksperimenti përfundoi. Ja, përfundoi me dhunë. Ajo shkreta pastaj është dashur një javë ta merr vete, po s'ka gjë. Rëndësi ka që ne u martuam. Vazhdoj me videon tjetër. Dhe ke parasysh, më fal, ndaloj çik. Dhe është ky momenti kur thon u vrave, okej, më fal që në atë moment ta kapësh të gotën edhe t'ja hedhësh në fytyrë. Po mirë ore, po me kaq ordinerie, o zot. Ai çikëm çai bën ky kësaj, si shkon nga mbrapa shumavash. Se kam i bindje që do dhizet kjo. U dhos komplet, u dhos lulja. E po mo 100 qirina aty për mi tavolin, jo që do dhizesh, po flaka do t'jepet komplet. Nuk e di do me thënë. Shkoj me këtë tjetër tani që do na sjellën kjo. Nejse, e kanë shuajtur flakën. Pra nusja në ujë. E po, këto kur orzimet ku nuk i van. I van në përca drunj, i van në përca pista, i van në përca nuk e di edhe unë. Po vetë kur orzimi aty, ajo drase shkret me zim ban vete një të ban ty. Kot nuk thonë, mos shkil në dras të kalbët. Dhe realisht, kjo nuse shkreta, në këtë rast kështë shkelur në një dras të kalbët. Do me thënë, ajo përfundoi në ujë. Unë nuk kam në fakt histori të këtilla, unë shqyqër zotit kur jam martuar, kam shku mirë, kam martë mirë. Kemi patur një sfit, duhet të zbresim nga ta shkallë, që ishin shumë lartë, do me thënë, ishin mos them një 15 shkallë të mira, dhe shkallët ishin pikërisht në restoran. Tani, imagjinoni emocionet e martesës, imagjinoni stresi që ne përjetuam, dhe në atë moment kur 400-500 sy të shohin ty dhe të zbresësh nga ajo shkalla, unë edhe gruaja ime sot do të ishim te këto video, thash mos eksploro thash me veten, lëre thash futu thash nga dera si futen në gjithë dynjaja, se di si thon, rrugës shkurtër mos i beson. Ma jepi çik videon e radhës, shohim se çfarë thot video e radhës. U acarua kjo tjetra. Po ç'pati kjo që u acarua? S'dëshiron ta fut kokën ai. Po kush do ta fute kokën më ti? Po burjo ta futi mi kokën. Çe ma kthej çik edhe një herë të videon? Ndoshta është acaruar se nuk e ka lulen te këmba. Ç'a na hapet tash? Na shkoj çik ha. Okej, tjetri. Është acaruar se s'po e gjen dot ky. E po gjehet të paktën. E ka acaruar kot. Se gjeti normalisht, si mos acarohet ajo. Ha një gotë për lulen e tyre. Qa ka këtu këte kjo dera? Qa është kjo dera? Okej, ha më dil. Bravo, tregoj që është burë. Këtë e bëra me kastile. Jam sigurisht i bindur që këtë ka thënë. E bëra me kastile, tregoj që është burë tjetri. E po burë këshuje, kur ti futesh në dhomë duke bërë eksperimente, edhe pse nusja kapi kokën, do qa është duke... O, zot, thot, oj, mami, ku m'ke sjell, thot, një familje me budalejnë. Okej, vazhdoj me tjetrën. Qa bëjnë këto dy japonezët? Hare, lali. Nga trua njeri. E po tjetri unë djej privilegjuar. Vjen keq tani ja hapën derën. Ndonjëherë kot nuk thonë. Fat të kesh, ja fatin e jetë. Duke ardhur tjetri kot e kot nga jashtë, ju hap dera. Si mbret hyni mrena, me atë maicën e barthë veshur aty, dhe si plaste qërpiku fare. Vazhdojmë me tjetrën. Iku velloja. Shkoj.
Këto të me thënë i thonë që ja mori kjo era, që kjo nuk kupton, do me thënë do vi viti tjetër, do martohet përsëri. Interesante. Kemi një video tjetër në këtë rubrikë apo jo? Dolem të kjo është. Ta shojmë edhe njerë për fund këtë? Me këtë e mbyllim rubrika në gëzuar të gjithëve viti i ri.